Kujton që do të shtatë kërkosa të monitoruar edhe do të përgjigje. Vazhdimisht në fakt që ne do të përndejmë. Ato që altimit në Tiranë që institucionet do të përgjigjen në shtatë që në shtatë duan të përgjigjen, por të ishin në vend të rikës me rëndësini asë që do të duan. Këllënë që këtë manda, Allah. Bene. Macchina microfono adesso. Përshëndetje për grupet të përfaqësuesve, respektim ftesës së ushtruesës së detyrës së presidentit Zonës Haxhi, ne sot jemi këtu për të diskutuar për datën e zgjedhjes. Në Partinë Demokratike të Kosovës, cilat do nga data brenda afateve kushtetuese dhe brenda vendimit të gjykatës kushtetuese është e pranueshme, qoftë ajo data 31 apo data 31 maj apo 7 qershor, kështu që ne jemi të përgatitur, jemi të gatshëm për këtë zgjedhje dhe të respektojmë afatet ligjore dhe kushtetuese. Dhe Hamza, se keni propozuar asnjë datë të ushtrisë së detyrës, për shembull 7 ose 31? Shumica partive politike të përfaqësuara aktual dhe prezent kanë qenë për datën 7, po sidoqoftë ne do të marrim në konsiderat edhe vendimin e punës dhe arsyet që zgjedhjet jenë sa më mirë përgatitur dhe normal edhe të çozeja po punën e vet, vendimin e vet punës, gjitha përgatitjen e nevojshme dhe prandaj ne jemi fleksibël rreth asaj se është 31 apo 7. Është diskutuar sidomos të janë një lidhje me një bashkëpunim të mundshëm tjetër me pak një dima në Ministrinë e Socialdemokrate. A do ka diskutime të tilla? Partia Demokratike e Kosovës do të shkon në zgjedhje Partia Demokratike e Kosovës, lista e Partisë Demokratike e Kosovës, brenda listës Partisë Demokratike e Kosovës sigurisht se do të ketë edhe risi, edhe emra dhe figura të tjera. Partia është një lidhje? Faleminderit gjithë me siguri është gati. Po. Faleminderit për asaj që po në takim me kryetarin e Kuvendit dhe Partinë Politike ka një dakordans popullore të plot që data e zgjedhjeve të jetë 7 qershor. Edhe ne jemi pajtuar edhe pse nuk kemi pasur një preferencë posaçme. Të dy datat kanë qenë në rregull. Mirë po duket që ka pothuajse konsensus që të jetë data 7 qershor. Kështu që zgjedhjet janë një shansë, po që pak kush i ka desh tash, po zgjedhjet janë shansë për vendin, edhe ne po bëhemi gati me dhënë Kosovës që duhet, me dhënë stabilitet, me dhënë një rrugë të zhvillimit, edhe po besoj që populli i Kosovës duhet me shfrytëzu këtë shansë të zgjedhjeve sipas gjitha gjasave të datës 7 qershor. Do të gjeni ju një nëse jeni kandidat për kryeministër, pasi është përfur vazhdimisht për nuk kemi pas të kontinuar nga ju, dhe nëse mund të dim po ashtu, nga matit e juja që keni bërë deri tash, qysh qëndron akët, pasi që është të ndër diskutuar që mund të mbesi jashtë kuvendit nëse Vjosa Osmani një sërish në dalë. Vendimet në aleancën me Këshillit Drejtues, unë jam i propozuar për kandidat për kryeministër dhe për bartës listës, po duhet me prit vendimin e Këshillit Drejtues, po besoj që ka me ndodhë shumë shpejt. Shikoni, unë këtu jam fiks mas 12 vjetë për të thonë. Herën e fundit para 12 viteve të mundoj. Aleanca është të bëjë gati për një betejë. Ajo betejë nuk ka të bëjë me frak ose me kurrë gjë tjetër, betejë ka të bëjë me avon Kosovës një qeveri normale, një qeveri që i ka fjalët e buta e punët serioze, e të serta. Deri tash kemi pa fjalë shumë të forta e punë hiç. Kosova e ka shansën edhe njëherë edhe ne po përgatitur me një shansën Kosovës. Gjithë të një në Kosovës shansë të jashtëzakonshme. Edhe me siguri që kanë me bashkëtim. Po të gjeni ku ka mbetur procesi që ju të ndarni edhe kryesumin e Akës?
Me datën 24 maj, Aleanca e mban kuvendin e përgjithshëm, jemi në proces zgjedhjeve, në për 9 dek, kulmon me 24 maj dhe 24 maj do të konfirmohet. A do të garoj e vetëm Aleanca për ardhmërinë e Kosovës në këto zgjedhje apo do të ketë ndonjë koalicim para zgjedhjeve? Jemi përgatitur me kalu vetëm, edhe me Iran, Kosovës, dalje. Faleminderit për gjithë, faleminderit shumë. Faleminderit na sa patëm takimin me ushtruesën e detyrës së presidentes, si konsultime me partitë politike për datën e zgjedhjeve, si Lidhje Demokratike e Kosovës, dham opinionin tonë që brenda kornizave ligjore të shpallet data e 7 qershorit si data e zgjedhjeve. Me që ishte po ashtu një arsyetim që KQZ-ja ka kërkuar paraprakisht për shkak që i nevojitët më shumë kohë për mobilizim të strukturës së saj për organizimin sonë profesional të zgjedhjeve. Dhe normalisht që ne jemi kuptojmë këtë kërkesë dhe jemi dakord me datën 7 qershor. Zonja Gjeshaku, qysh e keni planifiku kush do të jetë bartës i listës, kandidat për kryeministër, bashkëpunimin parazgjedhor? Të gjitha këto pyetje partijake nga tashësitje nga zyra e partisë, do të ketë një platformë e cila do të prezantohet në kuadër të Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe për gjitha detajet pastaj ju do t'i merrni me kohë. Normalisht që deri këtu kemi thënë që ne jemi të synuar që të japim Kosovës një vizion tjetër, një bashkim të së djastës, e cila do të ketë një vizion zhvillimor, një program zhvillimor për Kosovën, për një Kosovë që i forcon aleancat ndërkombëtare, që prezanton projekte zhvillimore, hap vende të punës dhe jo që ta lëj vendin në sanksione dhe në skema sociale. Prandaj besoj shumë që qytetarët e Kosovës do ta shohin këtë risi edhe do t'i mbështesin ata që dinë të qeverisin dhe ata që ja u rregullojnë jetën atyre. Që shpërshkojnë diskutimet për një bashkëpunim me Vjosa Osmani, zonjë Gjeshaku? Krejt diskutimet janë mirë, tash e tutje, besoj krejt energjitë tona do të jenë në komunikim me qytetarët, në sqarim për qytetarët se çfarë janë projektet tona dhe qysh ne do t'u përmirësojmë jetën atyre. Gjatë kësaj legjislature ne kemi parë dhe kemi thirrë seanca të jashtëzakonshme, kemi bërë shumë çka duke i bërë thirrje qeverisë që të ndërmerr masa për t'i ulë çmimet, për t'u rregulluar jetën qytetarëve, për t'u lehtësuar përballimin me krizat ekonomike, po s'kemi pas mbështetje. Prandaj tani në këto zgjedhje, me që zgjedhjet do të mbahen, do të jetë një shanse re për qytetarët për të bërë një përzgjedhje më cilësore edhe të politikanëve, edhe të partive të përgjithshme politike që japin vërtet zgjidhje qytetarëve. Era është përkënd sidomos mbrojmë shtrafituar që ka të ligji nga Lidhja Demokratike e Kosovës, apo kanë tregonin se ti marrë diçka zyrtarisht apo jo? Ne kemi qenë dëshmitarë që mbrëm në mesnat ka pas një fushat ndaj Lidhjes Demokratike të Kosovës me gjaz disa eksponent të cilët po udhëheqin propaganda ndaj Lidhjes Demokratike të Kosovës, kanë gjeneruar poster të ndryshëm në gjuhën serbe, kanë dhënë deklarata për dërheqje brenda Lidhjes Demokratike, deri në këtë moment nuk ka absolutisht, por po vrehet që ka një mobilizim të kundërshtarëve për ta linçuar Lidhjen Demokratike të Kosovës. Normalisht që kur ka lëvizje pozitive, kur dashakeqet e drejnë që ka një potencial rritje të një partie politike dhe që mund të ketë kundërshtare e dej, ata vijnë në lëvizje për të bërë. Të tilla gjëra do të ishte mirë që të mos ndodhin në Kosovë. Ka shumë çka tjetër që i duhet Kosovës, i duhet zhvillimi, i duhet njerëz profesionist, i duhet një bashkim i së djastës që i jep një vizion më të mirë Kosovës.
të gjithë meritojmë një Kosovë më të mirë, andaj ju bëj thirrje nga këtu të gjitha partive politike që të mos investojmë në lincimin në fyrje, çarje, mos I ndajmë qytetarët. Cila parti po I T'i lëm qytetarët të zgjedhin vetë dhe të mos I ushqejmë me urrejtje. As lincime, as propagandë e cila I çon dhe ushqen vetëm armiqtë tonë si kom. Kosova fiton nëse ne kemi një garë pozitive të bazuar në programe, të bazuar në projekte dhe një garë të sinqert ku njerëzit garojnë me profesionalizëm dhe me një konkurrencë të shnosh. Edhe unë besoj që kjo është vërtet në të mirën e Kosovës, për këtë do të jemi këtu, për këtë si lidhje demokratike të Kosovës do të japim maksimumin që të komunikojmë me qytetarët dhe t'ua bëjmë të qartë se për çfarë shëndrojmë. Në kuadër të fushatës e djatha po bashkohet. Sa qëndrojnë vërteta zërat që ka filluar një diskutim për riktimin e Agim Velir në Lëndë? Ju kemi thënë që LDK-ja me gjithë traditën e saj është shtëpi e madhe, I ka hapë dyert për bashkim të të gjithë atyre që vërtet besojnë në vlerat tradicionale të lidhjes demokratike të Kosovës dhe në këtë rast dyert janë të hapura dhe besoj që të gjithë të jemi të bashkuar rreth idesë. Të gjithë ju bëj thirrje nga kjo foltore të gjithë atyre që dëshirojnë të na bashkohen, dëshirojnë që të rrisin aktivitetin e tyre, ka shumë prej tyre që kanë qenë më pasiv të vinë, të aktivizohen dhe të japim Kosovës shansin që të bëjë një zgjedhje më të mirë të një platforme politike që e zhvillon Kosovën dhe e bën më të mirë se kaq. Unë uroj që qytetarët e Kosovës të mos I gëzohen skemave sociale, të mos I gëzohen një rritje të një pensioni, për të jenë vërtet kenë vende pune edhe të zhvillohet familja duke në bazë të mirëqenies së vetë krijimit të mirave me vende pune. A ka kundërshtime brenda partisë lidhur me një bashkëpunim eventual me Vjosa Osmani që ka është në zgjedhje të jashtëzakonshme? Absolutisht rreth kësaj ideje të bashkimit qëndrojnë të gjithë, fort, ka diskutime, cila është forma më e mirë, se si do duhet të dukej platforma jonë, por nuk ka kundërshtime per se për persona, sepse të gjithë ne po e dëshirojmë një LDK më të fortë, një LDK më konkurruese dhe e besojmë thellë që vetëm LDK-ja mund të jetë institucione stabile, ta pozicionojë Kosovën ndërkombëtarisht më mirë dhe të jetë një program zhvillimor që jeta e qytetarit të jetë më e mirë. Do të thonë të arrisim mirëqenien qytetarit. Kemi të pas muaj të vështirë ku qytetarët janë lënë të vetëm. Kjo qeveri që është sot në pushtet dhe partia që është qeverisë I ka lënë qytetarët të vetëm. Sua ka heq produkteve bazike tatimet me qëllim që të thuajnë rënd të çmimet e produkteve bazike, por as nuk ka marrë ndonjë masë që u ka lehtësu jetën qytetare. Prandaj ne jemi këtu për të prezantuar një platformë të re që në bashkëpunim me qytetarët ta qeverisim Kosovën shumë më mirë. Dhe për këtë jemi shumë të sigurt. Faleminderit shumë. Shihemi tjetër. Gati? Të nderuara media, të dashura gazetar, mirë se po e gjejmë njëri tjetrin në këtë konferencë. Siç jeni në gjeni, pas dështimit të kuvendit për të zgjedhur presidentin, bazuar edhe në gjykimin e gjykatës kushtetuese, kuvendi konsiderove I shpërndarë dhe zgjedhjet duhet të mbahen brenda afatit prej 45 ditëve. Në linjë me përgjegjësitë kushtetuese, dje kam pritur në takim kryesuesin e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, zotin Kreshnik Radoniqi, me të cilin kemi diskutuar për aspektet organizative të procesit zgjedhor. Ndërsa sot, bazuar në ligjin për zgjedhjet e përgjithshme, para pak kohësh përmbylla takimin me drejtues e përfaqësues të subjekteve politike. Pra në këtë takim ishin ftuar 17 parti politike, ishin të pranishëm 15 prej tyre.
Dëgjova propozimet e partive politike për datën e zgjedhjeve. Pas vlerësimit të afateve kushtetuese, nevojave organizative të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve dhe rëndësisë së pjesëmarrjes sa më të gjerë të qytetarëve në këtë proces, kanë vendosur që zgjedhjet e parakohshme për Kuvendin e Republikës së Kosovës të mbahen në 7 qershor. Kjo nuk është ajo çfarë qytetarët kanë dashur, sepse qytetarët nga ne presin për bashkim kur bëhet fjalë për interesat e vendit, presin institucione stabile dhe jo e kundërta e saj. Po punohemi në shumë reforma pa asnjë nevojë. Shumë punë kemi para vetes dhe nuk e kemi komoditetin që të humbim kohë. Për muaj me radhë janë bërë përpjekje që vendi të ketë institucione funksionale dhe që proceset kushtetuese të përmbyllen brenda kuvendit. Megjithatë, në demokraci, ku rruga institucionale bllokohet, fjala i kthehet qytetarëve. Tani, përgjegjësia është e gjithëve, e institucioneve që të organizojnë një proces të rregullt dhe transparent, por edhe të besueshëm, e subjekteve politike që të garojnë me përgjegjësi dhe me respekt për qytetarët e Republikës së Kosovës dhe qytetarëve që me votën e tyre të lirë ta përcaktojnë drejtimin e ardhshëm të vendit. Kosova ka dëshmuar se ti të organizojë procese zgjedhore të lira, demokratike dhe të besueshme. Këtë e konfirmojnë edhe vëzhguesit ndërkombëtar. Para pak ditësh kam pranuar raportet e vëzhguesve ndërkombëtar. Prandaj edhe gjatë këtyre ditëve do të takohem me institucionet përgjegjëse që të kërkojmë sërish që të jenë vëzhguesit apo misionit i vëzhguesve ndërkombëtar për të vëzhguar zgjedhjet e 7 qershorit. Prandaj prej këtu, stafit të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve i uroj punë të mbarë e vullnet të hekurt për të mbrojtur vullnetin e qytetarëve, sikurse jam e bindur se edhe kësaj radhe qytetarët do ta thonë fjalën e tyre me dinjitet, me qetësi dhe me pjekëri demokratike. Subjekteve politike uroj sukses në fushat, ndërsa qytetarëve ushtim të lirë dhe pa presion të drejtës së votës. Uroj që të kemi një fushat korrekte, të përgjithshme dhe në përputhje me standardet demokratike, siç ka dëshmuar Kosova edhe në proceset e kaluara zgjedhore. Faleminderit, tani jam e hapur për pyetje. Me radhë. Mirë do të jeni aty të vëllimi, zonja Haxhiu, në qenë se po shkojmë në zgjedhjet e jashtëzakonshme dhe keni caktuar datën në 7 qershor për mbajtjen e tyre, në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve ende vazhdon të mungojë një antar që në bazë të ligjit është përfaqësues i partive politike dhe dilema ka qenë se i takon vendosjes ose PDK-s, a do të emëroni këtë antar të KSH-s? Ai marrim disa pyetje pastaj përgjigjem. Antivoni Supi, gazetare në Casa Pitane, zonja Haxhiu, kemi që është shkaktuar nga pozita e ambasadorit Vedved Muçari, a mund të më i ditë arsyet sepse është shkaktuar nga kjo pozitë? Që marrim edhe dy. Shëndresa Dëshani Pleqja në Kosovës. Presidente, nëse mund nga të regoni sa i përket pozitës për prokurorit të shtetit, sa këni qenë ministre e dim qëndrimin e juj dhe po ashtu një letër që është tonë që e kemi dërguar në adresë të Këshillit Prokurorial, a mund nga të regoni çka po ndodh me pozitën e krye prokurorit dhe sipas jush si duhet të veprohet tutje? Po vazhdoj. Faleminderit, Burim Zari që Radio Televizionin Stënje, më që bënd disa prej pyetjeve, po vazhdoj zonja Haxhiu, ju si ushtruese e detyrës, nuk ju ndalohet me gjas në aspektin kushtetues që t'jeni edhe përfaqësuese e lëvizjes dhe vendosje nga ku vini, a do t'jeni aktive gjatë fushatës? Atëherë, faleminderit për pyetjet që i adresuat. Sa i përket antarit të fundit në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, si që jeni në djeni, përbërja e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve është prej 11 antarëve. Pra, këtu përfshirë edhe kryesuesin që vjen me radhët e Gjykatës Supreme. Për momentin janë 10 antarë, sepse edhe një nuk është ndruar ende. Unë jam interesuar në qoftë se kjo përbën problem për Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Pra, dje dëgjova që thanë që do të kontestohet procesi zgjedhor e kështu me radhë për shkak të një antari, por unë ju kam njoftuar që i kam dy kërkesa, edhe kërkesën e PDK-s, edhe kërkesën e vetëvendosjes
për të mbruar antarët e tyre, antarin e fundit në këtë komision. Unë për këtë çështje kam pasur mendim edhe më herët. Fuqia politike, proporcionaliteti, përfaqësimi. Janë parime që nuk duhet t'i mohoj askush. Duke qenë që kanë kaluar tashmë të gjitha afatet, sepse mendoj që një proces kushtetues i nisur nga presidenti Osmani Sadriu dashur të përmbyllet nga vetë zonja Osmani Sadriu, por kjo nuk ka ndodhur. Dhe tani të gjitha afatet kanë kaluar, janë në trajtim të kësaj çështje dhe do të veprojnë në përputhje me përgjithësitë, por të jeni të sigurt që me 10 antarë në komisionin qendror të zgjedhjeve asgjë nuk rrezikohet. As certifikimi i partive, as certifikimi i rezultatit të zgjedhjeve dhe asgjë tjetër. Prandaj do të veproj atëherë kur e konsideroj se duhet të veproj. Sa i përket çështjes zotit Miftarin, duhet t'u adresu edhe kjo pyetje. Unë nuk do ta quaja shkarkim. Çdo kthim nga misioni diplomatik nuk është shkarkim. Në diplomaci ka emërime, ka kthime, ka rotacion dhe ka nevojë që shërbimi jashtëm të funksionojë sipas ligjit dhe nevojave të shtetit. Sa i përket pra zotit Miftari, procedura për lidhimin e tij ka filluar në vitin 2025. Unë kam trashëguar një numër të madh lëndësh, pra në raport me këtë çështje, pra ato lëndë kanë trashëguar nga presidenti Osmani, dhe aty ku gjithçka është në rregull, në raport me procedurat, natyrisht që do t'i shtyej përpara dhe në këtë drejtim janë bërë 8 emërime, janë bërë 3 lirime dhe 2 riorganizime të misioneve konsulare. Kushdo që dëshiron informacione më tepër për këto, natyrisht që do të jemi të gatshëm që t'ju ofrojmë çështje. Sa i përket çështjes së kryeprokurorit të shtetit, kur kanë pranuar dosjen e përzgjedhjes apo propozimit të Këshillit Prokural të Kosovës në raport me kryeprokurorin, e kam parë edhe një letër. Për mua ka qenë pazakon, në shpërfutje me ligjin. Letra ka ardhur nga ushtruesi i detyrës së kryeprokurorit zoti Agron Çalaj. Pra zoti Çalaj i drejtohet presidentes Osmani në raport me këtë proces. A keni parasysh që ushtruesi i detyrës së kryeprokurorit nuk ka të drejtë kushtetuese dhe ligjore i drejtohet presidentit për këtë çështje. Vetëm Këshilli Prokurorial. Ai është organi që ka përgjegjësinë kushtetuese dhe ligjore të bëjë propozime në raport me këtë çështje. Unë e kam analizuar dosjen dhe i kam thyer letër Këshillit Prokurorial dhe kam konsideruar këtë proces të mbyllur. Prandaj Këshilli Prokurorial sa më parë duhet që të shpallë konkursin, por duhet sigurohet që procesi mos jetë i kompromituar që ka ndodhur në të kaluarën, sepse asnjëherë nuk do të dekretohen persona që kalojnë përmes proceseve të kompromituara apo të përgatitura paraprakisht që ka ndodhur në të kaluarën. Prandaj sapo Këshilli Prokurorial i përfundoi procedurat me rregulloret e brendshme për t'ia përshtatur këtij procesi në përputhje me ndryshimet ligjore, unë natyrisht që do të mirpres pastaj që uroj që të mos jem në këtë pozitë, uroj që sa më parë të arrijmë ta zgjedhim presidentin, por megjithatë, presidenti i ardhshme t'i kryej detyrat në raport me këtë çështje. A do të futem në garë për të vendosur kryesia e vetëvendosjes? Do të përpiqem maksimalisht që të jem në përputhje me kushtetutën dhe me legjislacionin në fuqi. Sekretari i Kuvendit, si ushtruese detyrës së presidentes, natyrisht e kuptoj rolin, por duke qenë që si me thonë mund të jem në garë, ndonëse për të vendosin si shtash organet e lëvizjes vetëvendosje, natyrisht që do të jem e kujdesshme. Edhe një pyetje me që lutem përgjigjet. Sa do ta keni të vështirë të vendosni për antuarin e KSH-s kur dihet që vini nga një parti politike dhe është mundësia që të garoni. Në anën tjetër kërkesat janë pikërisht nga partia që vini dhe nga partia tjetër. As pak e vështirë, duke qenë se për këtë çështje kam pasur mendim për këtë çështje. Unë disa herë kam folur për këtë çështje. Unë kur kam folur për këtë çështje nuk kam menduar që një herë do ta kem mundësinë që të jem ushtruese detyrës së presidentit apo presidentes. Kam pasur mendim për këtë çështje, fuqia politike, proporcionaliteti, përfaqësimi janë parime që nuk duhet t'i shkelim. Qytetarët e Republikës së Kosovës me 28 dhjetore kanë përcaktuar këtë.
Prandaj nuk është e vështirë, vetëm se duke qenë që kanë kaluar të gjitha fatet, duhet të jemi kujdesshëm raport me pozicitë që kemi. Ata që thrasin që unë sa më shpejt veprojnë në këtë drejtim, e kanë gjykatën kushtetuese, le t'i drejtohen asaj, nuk e kanë herën e parë, e kanë herën e nuk e di sa. Unë me këtë shkurt, do të qershor, kujt i konvenon përmbajtjen e zgjedhjeve, qytetarëve të Republikës së pasi që Kosovës. për datën e kaluar të dhjetorit do diskutuar shumë që i ka konvenuar vendosjes. Edhe mënyra si ka ardhur deri te takimi asaj date. Po. Së pari, qëllimisht, unë kam pritur fillimisht në takim kryesuesin e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Edhe është e natyrshme që KQZ-si duhen sa më shumë kohë në mënyrë që ta organizojë sa më mirë këtë proces. Pra, natyrisht që KQZ-s nuk i përket me theksu data, me vendos ose me propozu data, nuk është kjo në kuadër të përgjegjësive tyre, por kur e kam takuar kryesuesin zotin Radonici, ka thënë sa më shumë kohë për Komisionin Qendror është aq më mirë. Dhe duke pasur parasysh që në takimin që sot unë pata, ishin pothuajse 80% të partive politike me kërkesën që 7 qershori është datë e përshtatshme për zgjedhjet, vlerësova që është mirë, pra që ta caktoj datën 7 qershor, edhe sepse sa më shumë qytetarë është rëndësishme që të marrin pjesë në zgjedhje. Dhe tani kur jemi te procedurat në zgjedhjet e jashtëzakonshme apo të parakohshme, gjithnjë ato shkurtohen, nëse i krahasojmë me zgjedhjet e rregullta. Prandaj në këtë drejtim sa më shumë që ka kohë Komisioni Qendror, aq më shumë qytetarët e Republikës së Kosovës, edhe mërgata jonë, do të mund që ta ushtrojnë të drejtën e tyre. Prandaj këto janë arsyet. Faleminderit gjithëve dhe shihemi në paraqitjet e tjera.